Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka bërë të ditur se javën e ardhshme do të zhvillojë një vizitë në Danimark, ku do të takohet me përfaqësues të qeverisë daneze për të diskutuar çështjen e Groenlandës. Vizita vjen pas deklaratës së presidentit Donald Trump, të cilat kanë nxitur pasiguri dhe frikë në Europë, veçanërisht pas sinjaleve nga Shtëpia e Bardhë se nuk përjashtohet as opsioni i një ndërhyrjeje ushtarake të SBA-s. I pyetur konkretisht për këtë mundësi, Rubio zgjodhi të mos komentojë. Më herët Danimarka dhe Groenlanda kishin kërkuar një takim me sekretarin amerikan të shtetit, duke theksuar nevojën për komunikim të drejtë për drejtë. Kryeministri i Groenlandës, Jens Frederik Nielsen, deklaroi se është e kohë që komunikimi mes SBA-s të zhvillohet përmes mediave, duke nënvizuar rëndësinë e dialogut diplomatik. Në të njëjtën kohë, liderët evropian kanë shprehur mbështetje të hapur për Danimarkën dhe kanë paralajmëruar në çështjen e Groenlandës do të diskutohet në kuadër të NATO-s, aleancë ku bëjnë pjesë SBA-ja ashtu dhe Danimarka. Sipas tyre, për fatin e Groenlandës, duhet të vendosin vetë Groenlanda dhe Danimarka, ndërsa çështja e sigurisë në rajonin e Arktikut duhet të trajtohet në mënyrë kolektive brenda NATO-s. Kryeministra daneze Mette Frederiksen ka paralajmëruar më herët se një pushtim më fort i Groenlandës nga SBA-ja do të nënkuftohet fundin e NATO-s. Nga ana tjetër, presidenti Donald Trump është përpjekur të zbusë tensionet, duke shkruar në platformën Truth Social se SBA-ja do të mbetet e përkushtuar ndaj NATO-s dhe se vendet anëtare të aleancës janë miq mes Shteteve të Bashkuara.